Të nderuar të pranishëm, të nderuar arsimtar, të nderuar profesor, të nderuar veprimtar të çështjes kombëtare e ish të burgosur politik. I nderuar dhe shumë i respektuar sekretari i parë i ambasadës së Shqipërisë në Shkup, zotëri Aldo Kelmeti. Ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë manifestim. Më lejoni që fillimisht me emër të shoqatës së historianëve shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut të shprehim ngushëllime të sinqerta për familjen Rizmani dhe familjen Sulejmani. Kërçova ditëve të fundit është në zi, pasi në një aksident tragjik humbi jetën i riu Besnik Rizmani. Gjithashtu jetë ndërroi dhe ish deputeti dhe nënkryetari i parë i parlamentit të Maqedonisë Oloman Sulejmani. Ju ftoj që t'i nderoj me 1 minutë heshtje. Qoftë i përjetshëm kujtimi për ta dhe ngushëllime e familjeve. Jemi mbledhur në organizimin e shoqatës së historianëve shqiptar për të shënuar 620 vjetorin e lindjes së heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ky jubilej bashkon historianët nga të gjitha qytetet e vendit tonë për të sjellë para audiencës së nderuar kontesat, të cilat shkencërisht dëshmojnë përfaqet e lavdishme të historisë sonë. Ky jubilej kushtuar 620 vjetorit të lindjes së heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu kryesohet nga profesor doktor Mediler Vishin nga Struga, profesor doktor Ilmi Veliu nga Kërçova, profesor Adhurim Kolari nga Dibra dhe profesor Dardani Mini nga Kërçova. Akti themeltar i shtetit mesjetar arbëror nga vënyrës ndaj perandorisë osmane në shekujt në dhimbësi i dëshmoi kontinentit evropian dhe botës për një popull të lashtë që liria dhe autoktonia mbeten qëndësore. Dëshmi për këtë janë edhe emrat e shesheve dhe përmendoret e heroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në sheshet më të njohura të Evropës dhe botës. Të nderuar të pranishëm, tani kam kënaqësinë të ftoj një artiste të re të talentuar nga Kërçova të paraqitet me një pikë muzikore, Israel Masi. Ashtu si që tash në fillim, me pjesëmarrjen e tij na ka nderuar këtë manifestim
përfaqësuesi i ambasadës, sekretari i parë i ambasadës së Shqipërisë në Shkup, zotëri Aldo Kelmenti, të cilin e ftoj për një fjalë përshëndetje. Të nderuar organizator të shoqatës së historianëve shqiptar, të nderuar profesor, të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma. Është kënaqësi e veçantë për mua të jem këtu sot si përfaqësues i ambasadës së Republikës së Shqipërisë në këtë aktivitet përkujtimor kushtuar 620 vjetorit të lindjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Është një detyrim për gjithë ne të nderojmë figurën madhështore të Skënderbeut dhe rolin që ai ka luajtur në trashëgiminë tonë historike dhe kulturore. Vepra e tij mbetet legjendare, pasi ai luftoi për liri dhe jo për pushtet, ai luftoi për kombin dhe jo për lavdimet personale. I lindur në familjen fisnike të Kastriotëve, kaloi një fëmijëri plot sfida në oborrin osman, ku edhe u arsimua. Ai ngjiti gradat në Perandorinë Osmane, u emërua Spahi, Vali, Sanxhak Bey, por pavarësisht karrierës së tij në rritje, ai dezertoi ushtrinë osmane në betejën e Nishit për t'u rikthyer në vendlindje në Krujë, në Arbëri. Skënderbeu ishte një politikan, komandant ushtarak dhe diplomat ekselent. Si politikan, ai pati meritën të themelojë lidhjen e Lezhës, një aleancë politike ushtarake ku u bën bashkë principatet shqiptare. Si ushtarak ai pati meritën të rezistojë për afro 25 vjet superfuqisë ushtarake të kohës, e cila niste shpesh fushata ushtarake me një numër trupash shumë fish i trupave të udhëhequra nga Skënderbeu. Qendresa ushtarake e Skënderbeut vonoi zgjerimin e Perandorisë Osmane në Evropën perëndimore. Si diplomat, ai arriti të formojë aleancën mbrojtëse me Janosh Huniadin, mbretërinë e Napolit, Papatin e tjerë. Jeta dhe vepra e Skënderbeut ka shënuar një pikë kthese në forcimin e ndërgjegjes sonë kombëtare. Gjergj Kastrioti Skënderbeu është kujtesa jonë kolektive, forca jonë e brendshme, flamuri ynë në kohë stuhie. Endaj të gjithë së bashku i themi, gëzuar ditëlindjen heroi i kombit. Faleminderit. Tani me kontesën Arbëria deri në pushtimin osman, ftoj përpara jush historiani profesor Dardani Mini. I nderuar sekretari i parë i ambasadës së Republikës së Shqipërisë në vendin tonë, zoti Aldo Kelmenti. Kryesi e shoqatës së historianëve shqiptarë, profesor doktor Nevi Dervishi, profesor doktor Ilmi Veliu, profesor Adorim Kolari. Të nderuar krijues, profesor veprimtar, të nderuara zonja dhe zotrinj. Nderi veçantë të paraqitem para audiencës së nderuar me rastin e 620 vjetorit të lindjes së heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Arbëria deri në pushtimin osman. Arbëria hyn në mesjet pas sundimit shekullor romak, të cilën e pason sundimi bizantin për një kohë dhe më pas sundimi bulgar e serb. Me kushtet e krijuara nga pushtimet e huaja, truari arbëror vazhdoi me qëndrueshmërinë e identitetit etnik që ishte premisë për formimin e një shteti të pavarur. Në fund të shekullit të 12, rreth 14 bashkësi krahinore të trevës së Shqipërisë së sotme formuan formacionin e parë politik arbëror me kryeqytet Kruja, të udhëhequr nga Progoni. Marrëdhëniet feudale shtrihen në krahinat e ulta begretare, njëkohësisht edhe në trevat e mbrëmshme malore. Durrësi në qytet që në shekullin e 14 numëronte rreth 25.000 banor, ndërkaq vihet e re edhe zhvillimi i qyteteve të tjera, si Shkodra, Tivari, Drishti, Berati, Ulqini, Ohri dhe Dibra. Nga fundi i shekullit të 13,
fillon të marrë fund pronësia feudale toksore e bujarëve të huaj, të cilat dal nga dal kalojnë në duart e feudalëve vendas, përmenden këtu familjet feudale si Topijajt, Muzakët, Dugagjinët, Skurajt, Arjanitët e Balshët. Një kronik anonime e vitit 1308, e zbuluar nga Gabriel Gorka, ndër të tjera shkruan: vendi është i ndarë midis princëve vendas, të cilët e sundojnë vetë pa ju nështruar askujt. Duke përfituar nga kalpsimi i perandorisë bizantine dhe dobësimi i pushtimit Anjouin, në mbretërinë e Rashës në fron vjen Stefan Dushani në vitin 1332, duke pushtuar treva të mëdha në Gadishun Ballkanik, si pasojë e politikës së dhunës dhe sprënguljes së popullsisë nga Arbëria e epërme, ndodh migrimi i mijëra banorëve drejt Greqisë dhe Peloponezit. Pas vdekjes së Stefan Dushanit, kererët e familjeve feudale do të këpusin vargonjet e huaj për të marrë vetë pushtetin në duart e tyre. Gjin Buashpata në Epir, Karl Topia në hapësirat e Krujës, Gjergj Balsha në trevën e Shkodrës, Andrea Muzaka në trevën e Skraparit, Pal Gropa në trevën e Ohrit. Ashtu si rendi feudal mesjetar funksionoi në Evropë me lufta ndërmjet familjeve fisnike që natyrshëm quan në shkrirjen e tyre në një shtet të bashkuar, ky fenomen në Arbëri ndërpritet. Pasi burimet dokumentare tregojnë për shfaqjen e pushtuesve të rinj në Ballkan dhe Arbëri, osmanëve. Kronikat historike shënojnë vitin 1385 si ballafaqimi i parë ushtarak ndërmjet fisnikëve Balsha, gjithësisht Gjeç Balsha i dytë, me forcat osmane të komanduara nga Timurtash Pasha, pranë lushnjës së sotme, ku sipas kronikave forcat arbërore posojnë disfat. Më vonë nga pritpatat e dikurshme Balshajt, Topijajt, Muzakajt, dalin në pranë të parë zotrimet të tjera, Dugagjinët, Arjanitët e Kastriotët. Zotrimi i Dugagjinëve ishte i përqendruar në Arbërinë Veriore, krahinat e Mirditës. Në një akt që mban vitin 1387, kreu familjes Lek Dugagjini, lëshon një leje për qarkullimin e raguzianëve në tokat e Dugagjinëve, gjë që tregon daljen në arenën ndërkombëtare të kësaj familje. Arjanitët zotronin trevën përgjatë luginës së shkumbimit, Qermenikën, vimësinë e rrugës Via Egnatia, trevën e Ohrit dhe të Manastirit. Zotrimi i këtyre rajoneve, ku kalonin karavanet e Kripës, e vendos këtë familje me dikim të veçantë historik në këtë periudhë. Pesha politike vihet e re kur Arjanitët udhëhiqen nga Gjergj Arjaniti, i cili në vitet 1433, 1438 theu disa herë ushtrit osmane dhe nga Papa Eugjeni IV u njoh si sundimtar arbëror. Zotrimi i Kastriotëve zë një vend të veçantë në historinë e Arbërisë, sepse nga gjaku i këtij fisi në nëntor të vitit 1443, në udhëheqjen e Gjergj Kastriotit Skënderbeu, shpërtheu dhe u zhvillua epopeja skënderbegiane. Ju faleminderit. Nga qyteti i Strugës, nga qyteti kufirit ndarës administrativ me Shqipërinë, por që na bashkon gjithmonë shpirtërisht, vjen profesori Nebi Dervishi me kumtesën Gjergj Kastrioti Skënderbeu, figurë e shquara shqiptare e historisë sonë kombëtare. Fjala për ju, profesor.
Përshëndetje për të gjithë, zonja dhe zotëri, njërë kam kënaqësi të veçantë që sot në 6 maj në ditë lindjen e të madhit Gjergj Kastrioti Skënderbeu, që sot mbush plot 620 vjet, marr pjesë dhe jam pjesë e këtij eventi. Viti 2025 për botën shqiptare shënon një ngjarje madhore dhe kutikplote. Ky vit duhet shpallur vit jubilar, kushtuar heroit të lavdishëm Gjergj Kastrioti Skënderbeu me rastin e 620 vjetorit të lindjes, që bie plot pikërisht me 6 maj të këtij viti. Për popullin tonë, datët e shënuara historike nuk kanë qenë kurrë dhe nuk janë kurrë ngjarje të thjeshta, të cilave u detyrohet vetëm një lloj respekti konvencional në një ditë të caktuar të kalendarit për t'i lënë pastaj në gjumë të arrestës. Si ruajtës i vazhdueshëm dhe kulorëzues i thesarit të traditës historike patriotike, populli im i ka vlerësuar këto tradita duke i mbajtur të gjalla në shërbim të çështjes së madhe të lirisë e pavarësisë kombëtare, të mbrojtjes së tërësisë dhe sovranitetit të tokës së shenjtë të Dheut, të luftës për ndërtimin e jetës së re. Në mënyrë të veçantë vlen kjo figurë lavdiplote e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, që qëndron si përmendore e njërës nga periudat më vendimtare të historisë sonë kombëtare dhe zë një vend të shquar nderi edhe në fletet e historisë botërore. Pinjolli një familje të madhe sunduese feudale, Skënderbeu ishte më i vogli i 4 djemve të Gjon Kastriotit. Fëmiria e tij bie në vitet kur vërshimet nga jugu drejt veriut, duke imponuar vendit një regjim që sillte një rëndim të përgjithshëm ekonomiko-shoqëror të masave të vendit. Në këto goditje u gjendën qyshherët edhe zotrimet e kastriotëve që shtriheshin në Shqipërinë e mesme dhe lindore. Lufta kundër këtij pushtimi dhe me rrjedhime shkatrimtare që vinin në rrezik gjithë zhvillimin e arritur nga vendi si dhe të ardhmen e kombit shqiptar përbënte thelbin kryesor dhe detyrën themelore të jetës dhe veprimtarisë së Skënderbeut. Përparimi osman në viset qendrore të Ballkanit drejt Danubit, pushtimi i tokave serbe deri në vitin 1439, goditet e njëpasjeshme kundër mbretërisë hungareze e detyruan këtë të kalonte që në vitin 1442 në një politikë kundërsulmuese të fuqishme kundër osmanëve. Përfaqësuesi i kësaj politike u bë Janjosh Hunjadi, i cili pas Skënderbeut u bë një nga figurat më aktive të luftës anti-osmane. Në mëdheqin e tij, një ushtrim hungareze kaloi në vjesht të vitit 1443 në Danub. Për t'i siguruar asaj mbështetje në këto vise, u zhvillua një veprimtarie gjallë diplomatike në mesin e të cilëve u përfshi edhe Arbëria. Qëndrimi i Skënderbeut në betejën e Nishit në ditët e para të nëntorit të vitit 1443, kur forcat osmane pësuan disfat, nuk ishte një veprim i lindur spontanisht, por rezultat i një planit të paramenduar. Në këtë ndeshje morën pjesë me repartet e veta të gjithë Sanxhakbejt. Skënderbeu u tërhoq me forcat shqiptare që kishte me vete ose që mundi t'i mblidhte. I pajisur me një fermarnë që ja mori me forcë, siç na thuan shumë burime, sekretarit të vullës së Belerbegut, me shpejtësi të rrufeshme, Skënderbeu me rrugën e kthimit në Ade, rrugën e kryengritjes së hapur kundër sultanit. Tani gjithçka varet nga shpejtësia e veprimit dhe vendosmëria për të ngritur në këmbë masat për të zënë në befasi garnizonet e armikut në vend,
për të marrë atyre kalat pikëmbështetjet e tyre të fuqishme në të katër anët e vendit. Salat e çmon të Skënderbeu gatishmëri luftarake të kombit tregojnë fjalët që ai i tha sipas Barlecit në çastet solemne kur në kështjellën e Krujes së çliruar më 28 nëntor të vitit 1443 u ngrit flamuri kombëtar, flamuri i kastriotëve me shqiponjën e zezë 2 krenore me fushë të kuqe që u bë tani më e tutje flamur historik i luftrave për liri të popullit shqiptar. Lirin nuk u asolla unë, por e gjeta këtu në mesin tuaj. Armet nuk u angjesha unë, por u gjeta të armatosur, lirin e kishit kudo, në krahrar, në ballë, në shpatë, në ushtat, u tha ai ushtarëve në takimin e parë me ta. Pas fitoreve të para, në vitet 1443-44, filluan gjithnjë më të forta kundër goditjet e ushtrive osmane, të cilat niseshin nga bazat e tyre të mëdha në portat e trojeve shqiptare, nga Alhria ose Ohri, Manastiri, Kosturi e Shkupi, mbi forcat gjithnjë më të mëdha me ekspedita të organizuar vit për vit me një rregullsi të paramenduar në kohën e mbjelljeve e korrjeve për t'i shtruar, për t'i shtelur forcat njerëzore të mundësitë ekonomike të vendit. Detyra më urgjente e organizimit sa më efektiv të mbrojtjes së vendit i shërbeu thirrja e Kuvendit të Lezhës më 2 mars të vitit 1444 dhe themelimi i beslidhjes së sunnitarëve shqiptar si organ politik. Me autoritetin e vetë si udhëheqës i kryengritjes së përgjithshme dhe nismëtar i mbledhjes si përfaqësues i njerëz nga principatat më të mëdha e të rëndësishme të vendit nga pikpamja politike e ushtarake ekonomike, Skënderbeu mundi të imponojë sundimtarëve feudal dhe përfaqësuesve të krajinave të veçeverisura për të kapërcyer divergjencat që kishin midis tyre. Duke shfrytzuar veçoritë e terrenit shqiptar, lufta tradicionale popullore dhe duke kombinuar si mjeshtër i artit luftarak me operacione të mëdha strategjike taktike dhe ndeshje frontale, Skënderbeu kundërshtarin e lodhi me pusie kurthe, alarme e shqetësime të vazhdueshme, e godiste me sulme të fuqishme, të befasishme dhe e shkatërronte përfundimisht. Me këto strategji të mbrojtjes aktive me parimi mbrohu duke sulmuar, ai arrite rezultate të shkëlqyera me një ushtri relativisht e vogël, duke vendosur në jetë parimin e tij se kush nuk është në gjendje ta mund armikun me një ushtri prej 10 deri 12.000 ushtar, nuk do të mund ta bëj këtë as edhe me një ushtri shumë fish më të madhe. Kjo ushtri bashkonte vullnetin e një ushtrie popullore me përvojën e reparteve të zgjedhura, të specializuara për detyra të veçanta, të një ushtrie të qëndrueshme, të rrottuar me komandant të dalë nga radhat e kombit, që u rriten e u kaliten bashkë me ushtrin të udhëhequr nga Skënderbeu. Me këto forca, komanda shqiptare arriti të fitonte 10 beteja kundër ushtrive osmane, si në fushën e Pollogut, e të Dibrës, të Ohrit e të Domosdollës, në Gryka dhe Luhinë, të Drinit e të Shkumbinit, sidomos në vitet 1444, 1448, 1450, 1456 dhe ato të viteve 1462, 1465, fusha e Hujit të Bardhë në vitin 1457, beteja në Livadhi 1462, e Bajkalit 1465 dhe tjera u bën sheshe dhe arena disfatash të ushtrive të rëndësishme osmane. Me një evolucion të brendshëm, beslidhja e sundimtarëve shqiptar filloi të kthehej në një aparat shtetëror, në një shtet të përqendruar që kishte një si bërtham qendrore zotërimet e kastriotëve.
në gjirin e klasës sunduese në këto kushte pozita kryesore. Në aparatin politiko shtetëror e ushtarak kaluan kryesisht në duart e feudalëve të vegjël, të cilët qëndronin besnikërisht brapa përfaqësuesit të pushtetit qendror. Personaliteti i Skënderbeut si burgshteti, stratege mjeshtër i artit ushtarak, dallonte me tiparet e veta karakteristike nga princërit të tjerë feudal bashkëor të perëndimit. Luftëtari thjesht i disë luftarëve. Ai luftonte me mëngje të shpërveshur në krye të një kalorësie që vepronte me shpejtësi të jashtëzakonshme në krahasim me ushtrit e rënda feudale. Ai ishte i veshur thjesht si burgshteti, ai nuk njihte intriga. Mjeshtria e traditave më të larta të kombit të tij, ai ishte shprehës i asaj force vitale të jashtëzakonshme që ka manifestuar kurder populli shqiptar. Sot, pra më 6 maj, është festa e Shënt Gjergjit, mbushën plot 620 vjet prej asaj date kur me ardhin në jetë të herojit të pavdekshëm Skënderbej. Dhe në këto qaste, çdo shqiptar, kudo që ndodhet në 4 anët e botës, e shënon secili në mënyrën e vet këtë jubilej që përmban edhe simbolikën e lindjes, por bashkë me këtë edhe krenarinë kombëtare. Kujtimi i herojit shqiptar jetoi jo vetëm në zemrat e kombit që e lindi, po ai pati shtrirje që i kalonte kufit e gadishmit ballkanik, pra pati një peshë dhe rëndësi evropiane. Sa kohë që vërshimi osman qëndronte si një shpatë mprekt mbi Evropën e mesme dhe ato perëndimore, aq kohë dhe figura e Skënderbeut, luftetar e ngadhnjimtar kundrejt një armiku që mbahej si i pathyeshëm, vazhdonte të tërishte vëmendjen jo vetëm të historianëve, por edhe të ushtarakëve, të burrave të shtetit, të opinionit publik evropian. Me këta interesim gjithmonë të gjallë për luftën e kombit shqiptar dhe udhëhecin e saj, e kishin burimin ajo literaturë shëmbullojshme dhe shëmgjuese kushtuar figurës së Skënderbeut në të 4 anët e botës. Nga përvoja luftarake e shqiptarëve dhe udhëhecit të tyre kërkohej të nxirreshin mësime për luftën kundër një armiku që vetëm një Skënderbej ishte në gjendje të thyente, ndërsa historianët e poetët e përdornin emrin dhe figurën e Skënderbeut si flamur frymëzues për mobilizimin e masave të gjera fshatare. Duke ngritur figurën e Skënderbeut, ideologët e rilindjes kombëtare shqiptare sinonin të vjenin në dukje meritat e mëdha që kishte populli shqiptar përpara Evropës, kulturë e së cilës ai e kishte shpëtuar nga shkatërrimi në kohën të rënda të vërshimeve osmane. Skënderbeu i rritur në mes feve për rilindasit u bë simbol i karakterit mbifetar e afetar që duhet të kishte kultura shqiptare. Kësaj figure, si simbol legjendar të kombit shqiptar dhe mishërim të historisë së tij lavdiplote, të traditave të tija të lashtë patriotike luftarake, rilindasit i kushtuan veprat e tyre artistike e shkencore. Ashtu siç kishte qëndruar në fillimet e humanizmit shqiptar, vepra e parë letërsisë shqiptare e dalur nga pena e shkrimtarit patriot Marin Barleci, ashtu edhe në fillimet e letërsisë së rilindjes dhe historiografisë së re shqiptare, qëndrojnë jetëshkrimet e herojit të shkruar nga rilindasit e parë, qëndron epopeja monumentale në Imprashërit e kështu me radhë. Flamuri i kastriotëve që Skënderbeu e kishte çuar nga fitore në fitore, u bë flamuri i kombëtar dhe i udhëhoqi shqiptarët në për periudha historike më të vështira dhe në përvejteja të përgjashme deri në ditën e shënuar pranërisë të 8 nëntor 1912. Dhe krejt në fund, tradita e luftës së madhe popullore, fryma e luftës së pamposhtë të shekullit të 15, nuk u shua kur dhe nuk mund të shuhet në popullin që e lindi.
Skënderbeu pati shumë shokë të rima të frymëzuar nga ai, të cilët luftuan e qëndruan të patundur si burrat të vërtetë. Pra punimin po e përmbyll për kushtuar 620 vjetorit të lindjes, po e përmbyll me një mesazh për realitetin tonë, duke u nisur nga përvoja e aspekteve që dalin nga epoka e re tonë kombëtare. Skënderbeu asnjëherë më tepër se sot nuk u shfaq nevoja e një pajtimi të botës shqiptare të ndarë të përçarë. Është imperativ i kohës të arrihet një pajtim i udhëheqësve tanë përpara ngjarjeve vendimtare si i ka bërë Skënderbeu nëse një herë në Kuvenin e Lezhës më 2 mars 1424 dhe më pas. Ja përse emri i Skënderbeut dhe i popullit të tij do të qëndrojë për jetë në panteonin e pavdekësisë. Ju falenderoj. Tani mbi origjinën e kastriotëve, ftoj profesorin e nderuar, profesor doktor Ilmi Veliu me kujdesën e tij të paraqitur. Përshëndetje për të gjithë ju. Faleminderit që keni ndarë kohë dhe keni ardhur të përcjellni kujdesat tona. Unë nuk jam aq mirë me shëndet, mirë po me një vite vishin kemi qenë bashkë, kemi studiu shok studimesh, edhe Dardani tha, ne dvish aty, jesh shnosh, jes mund, do mos duhet dvish, edhe unë erdha. Une në vitin, në 600 vjetorin e lindjes së Skënderbeut, kur e kemi festu, në Shkup kemi pas një simpozium, edhe e kam botu një libër në 2005. Pastaj kam botu librin tjetër në 2006. Skënderbeu nuk ishte slav, për shkak se jo vetëm Maqedonë, Sërbët e Grekët, po fillun edhe disa shqiptarë thonë se jo se nënën Sërbë, nënën Bugare, nënën, edhe unë atë shumë u mërzita edhe botova një libër në lidhje me origjinën e familjes së Skënderbeut. Botimi tjetër është ku ishte kështjella e Skënderbeut Svetigradi. Po ashtu është në 2006, për shkak se këtë kështjellë e kanë legalizu gabimisht dhe unë e kam në Demir Hisar, e kam gjetë ku është kështjella, edhe historiani nga Shqipëria, Kristof Rashri, më ka pranu se me të vërtetë kështjella e Svetigradit është në Demir Hisar dhe jo në Dibër ku e kërkonin më herët. Pastaj, unë regjistrova si temë magjistrature për Skënderbeun, por në Universitetin e Shkupit. Pra, duheshte para Komisionit Maqedonës ta mbroj temën e magjistraturës për origjinën e familjes së Skënderbeut. Dhe ky ishte shkaku që unë edhe ma tepër të hulumtoj dhe të gjej dokumente dhe fakte se origjina e Skënderbeut është shqiptare, po edhe nëna e Skënderbeut është origjinal shqiptare. Dhe ky ishte edhe shkaku që unë e botova në gjuhën maqedone për shkak të komisionit që ku duheshte ta mbroj temën e magjistraturës dhe zbulova një dokument i cili ishte në kishën e fshatit Leshk,
a fshati kur e kalon Tetovën pa arrit në Shkup, në anën e majt Leshok i thonë Maqedonët, aty ka një manastir, manastiri i Leshkës, dhe këtë dokument e përmendën profesorët ku unë duheshte ta mbroj tezën e magjistraturës, se kemi gjetë dokumentin të manastiri Leshka dhe aty thotë se Vojsava ka qenë e bia e princit të Pollogut Gërgurit. Edhe unë shkova e gjeta dokumentin, e përktheva, edhe ai dokument më ndihmoi edhe vërtetoi se me të vërtet janë të kota tentimet e Maqedonëve, Grekëve dhe Serbëve, se nëna e Skënderbeut ka qenë slave, dhe mbram në YouTube një emision duke ndëgju dhe njërin nga Shqipëria e përmendi se nëna e Skënderbeut ka qenë malazeze. Edhe unë përsëri fillova të dëshprohem se duhet fakte dhe argumente. Pra, Pollogu fillon nga mali që është para se hyn në Shkup, e deri te Bukoqi, që i thomin e mali Bukoq. Pra, i gjithë kjo krahin është quajt me emrin Pollogu. Dhe princi i kësaj krahine ka qenë Gërguri. Dhe Gërgur Tribalda, me emrin Tribalda, dhe ai ka pasur vetëm një vajzë, e cila e ka pasur emrin Vojsava, dhe princi Gërguri e ka pasur kalan në fshatin Gërgurnic. Pra, nëse kaloni Gostivarin dhe në anën e djathtë është 17 kilometra nga Gostivari në maj të malit. Pra, aty është edhe kalaja që ka pas Gërguri, po edhe fshati Gërgurnic. Pra, deri në Bukoq ka qenë principata e Gërgurit, kurse nga Bukoqi e Knena ka qenë principata e Zajës, princi Zaja, pra me teritorin e Uskanës ka qenë princi Zaja, emri i të cilit i ka mbet Zajazin, kurse principata e Pollogut dhe kalaja e Gërgurnicës i ka mbet emri i Gërgurit. Pra, Vojsava ka qenë e vetmja bij e Gërgurit, dhe Gërguri, kur ja jep vajzën Gjon Kastriotit, ja jep me gjithë krahin, pra me gjithë Pollogun, se s'ka pas djalë, edhe ajo është shkaku që teritoret e Kastriotit zgjerohen dhe vazhdojnë deri në hymje të Shkupit. Pra, edhe këtu në Kërqov kemi vendin Ivanindo, maqedonisht Gjonit i kanë thënë Ivan, edhe serbët i thonë Ivan. Do thot Ivanindo, tokat e Gjon Kastriotit. Pra, i gjithë ai territor. Do thot se i gjithë tereni ka qenë i Gjon Kastriotit dhe Vojsava ka qenë nëna e Skënderbeut dhe dokumenti vetë dokumenton, argumenton dhe vërteton dhe Komisioni Maqedonas në Universitetin Kiril Metodi u detyrua që ta pranojnë teorinë time dhe e kalova temën e magjistraturës. Faleminderit, ju përshëndes edhe një herë, pa falë. Një ndër betejat më të suksesshme të Skënderbeut ka qenë
siç e dim në rajonin e Tivrës, nga ku vjen profesori Adhurim Kolari me kujtesën rëndësia historike e epokës skënderbegiane. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar pjesëmarrës, intelektual, veprimtar, koleg, zonja dhe zotëri. Është nder dhe kënaqësi të paraqitem me kumtesën e përgatitur për rastin e shënimit të 620 vjetorit të lindjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut. Lufta anti-osmane e popullit shqiptar e udhëhequr nga Skënderbeu në radhë të parë paraqet ndërgjegjësimin e popullit të lashtë kundrejt popujve fqinj, të cilët pranuan vasalitetin dhe nështrimin në ato shekuj të mesjetës. Burimet dokumentare pareshtur shënojnë zhvillimin e vrrullshëm të ngjarjeve në një vend i cili shekuj me radhë do të rezultojë një truall i pushtuar dhe i prapambetur nga perandoria osmane. Gjergj Kastriot Skënderbeu personifikon një epokë të tërë të historisë kombëtare që mori emrin e tij, e cila në udhëheqjen e tij u ngrit në një shkallë të lartë e të organizuar, e zhvilloi dhe forcoi vetëdijen kombëtare. Shteti armëror i krijuar nga Skënderbeu me pushtet të përqendruar, pavarësisht se pati një shtrirje territoriale të kufizuar, pati karakterin e një shteti kombëtar për faktin se u dohoq nga prirja për një shtet të centralizuar dhe për të përfshirë në kufit e tij trojet shqiptare. Bashkimi shpirtëror i gjithë popullit armëror dhe forcimi i vetëdijes kombëtare të tij shënojnë fitoren më të madhe të epopesë së lavdishme të Skënderbeut. Në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, gjatë epopesë së Skënderbeut, çështja shqiptare arriti për masa europiane me udhëheqjen e dalur nga kuvendi i Lezhës. Mbretëria armërore, duke shfrytzuar aspektin fetar të sunduesve osman, zhvilloi në mënyrë intenzive marrëdhëniet me vendet europiane. Procesin e bashkimit të shqiptarëve e favorizoi edhe më shumë toleranca e lartë fetare e Skënderbeut si krishter i rritur në ambient musliman, ku ai qëndroi mbi dallimet fetare, bashkëpunoi ngushtë me klerin e riteve të ndryshme dhe dërgoi ambasadorët e tij në vendet e huaja për ftërinë katolik edhe ortodoks. Në shërbim të mbretërisë armërore qenë ambasadorët Pal Engjëlli, Pal Gazulli, Gjergj Pelini, duke shfaqur ndikim në shtetin papal me Papa Nikolaj V, Kaliksin e III, Piun e II, Republikat Italiane të Venetikut, Mbretërinë Napolitane me Alfonsin e V, Dukatin e Milanos, Dukatin e Burgonjës në Francë e tjerë. Figura e Skënderbeut mbeti e gjallë në ndërgjegjen e popullit shqiptar si kujtim i asaj lufte që habiti botën me fitoret legjendare. Kujtimi i Skënderbeut jetoi jo vetëm në zemrën e popullit që e lindi, por ai pati një shtrirje që kalonte kufit e gatishullit ballkanik dhe kishte një rëndësi europiane ku Skënderbeu i detyroi të gjitha kofrat të flisnin për të. Kur vërshimi osman qëndronte si një shpatë mbi Europën qendrore, e në gatishullin ballkanik shpërthyen lëvizjet për shtlirim kombëtar, historianët, shkrimtarët edhe poetët përdorën figurën e heroit shqiptar si flamur frymëzues për mobilizimin e popujve të tyre në luftën për liri. Dëshmi e përhershme e vlerësimit dhe respekt të thellë që kanë popujt e tjerë për Skënderbeun, krahas botimeve të shumta, për të janë edhe sheshet dhe rrugët e qyteteve të ndryshme si ato të Romës, Parisit, Gjenevës dhe të qyteteve të shumta të vendeve të ndryshme ku janë vendosur monumente e buste që mbajnë emrin e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Me kalimin e shekujve, figura e Skënderbeut dhe rëndësia historike e veprës së tij mbetet edhe për brezat e sotëm gjithnjë e pacënuar në Olimpin e lavdisë. Ju faleminderit. Me kumtesën betejat e Skënderbeut në Pollok, marrëveshje e Shkupit, përpara jush profesor doktor Besnik Rameti. Të nderuar kryesi e punës, të nderuar profesor Nevi Dervishi, të nderuar profesor, të nderuar koleg, shok, ju pjesëmarrës në këtë përvjetor të 620 të linjës së Gjergj Kastriotit Skënderbeut,
duke falenderuar edhe një në mënyrë të veçantë profesor Nebiu, i cili çdo herë domethënë ka qenë mbështetësi jon kryesor dhe motivuesi për të marrë me këtë çështje. Dhe për fat të mirë, ne këtu si historian nuk i takojmë të thonë pjesës së historisë, unë personalisht periudhës së mesjetës dhe epokës e Gjirka Sivjotit Skënderbeut, por çdo shqiptar më është marrë me periudhën dhe është krenuar me vetë figurën e historisë së Skënderbeut. Andaj, gjatë gjithë angazhimeve, kemi caktuar që temë të kemë mbetërjen e Gjirkasjotit Skënderbeut në Pollok dhe marrëveshje e Shkupit, do të mundohen të jenë sa më shkurt. Çdo herë duke ditur kontributin e Gjirkasjotit Skënderbeut, i cili është një ndër figurat më emblematike të kombit shqiptar, i cili 25 vite mbajti gjallë popullin shqiptar në periudhën kur Perandoria Osmane ka qenë më e fuqishme, i cili ka përballuar sultanët më të fuqishëm, Sultan Muratin e dytë dhe Fatih Mehmetin e dytë, më thënë dy figurat, më thënë të cilët kanë bërë, më thënë, fuqinë më të madhe të asaj kohe, por strategjia e tij diplomatike dhe angazhimi i tij strategjik si komandant i suksesshëm dhe raportet e tij me marrëdhëniet dhe me shtetet e Evropës perëndimore të asaj kohe, duke lidhur me Alfonsin dhe me shtetin e papal më Pion, më thënë të ditë asaj periudhe, di betejë, më thënë, të fushës së Pollogut. Këtu është profesori Nemi Veliu, i cili ka shkruar për Skënderbeun dhe kam pas fatin të lexoj, më thënë, febrat, i cili ka marrë burime, më thënë, edhe nga disa autorë tonë atje për epokën e Skënderbeut, por në histori, më thënë, përveç betejave, që është beteja e Berantit apo rrethimet e Krujës, beteja e Stefigradit, e Livadhis, e Modriçit, beteja tjera janë, më thënë, dy beteja të Pollogut, të cilët në mënyrë strategjike në një periudhë të vitit, njëra është në vitin 1452, në kohën, më thënë, kur Perandoria Osmane kishte një fuqi dhe Ibrahim Pasha, më thënë, në vijen që lidhet fusha e Pollogut, çdo herë, më thënë, garnizon, më thënë, të cilët kanë qenë të vendosur, më thënë, çdo herë kanë qenë në Shkup. Dhe nga Shkupi duke kaluar posaçërisht pjesën time nga Uneve, nga Grika e Dervenit, më thënë, posaçërisht Dervenit, më thënë, të Shkupit, në ato Grika, më thënë, vetë Skënderbeu, kur e përmendi edhe Gurgunicën, më thënë, edhe Gurgurin, mali i thallë, më thënë, ka qenë vendet dhe pikat, më thënë, ku çdo herë, më thënë, në mënyrë strategjike Skënderbeu ka vendosur garnizon. Mirë po, në të njëjtën periudhë kur Fatih Mehmeti i dytë, më thënë, kishte angazhuar, më thënë, në maj të vitit 1453, kishte pushtuar Konstantinopolit, në njëjtën kohë, e ka detyruar në mënyrë strategjike, më thënë, Perandorinë Osmane, më thënë, ushtria e Skënderbeut edhe në betejën e parë të vitit 1452 për të ndërprerë hovin, por duke ruajtur pozicionet strategjike të territorit që kanë qenë nën sundimin e kastriotëve dhe principatave tjera shqiptare të unifikuar kundër pushtimit apo kundër sundimit të Perandorisë Osmane. Duke ditur se që në vitin 1391 Shkupi që nga Igrit Pasha, çdo herë sulme kanë ardhur nga ti. Dhe ajo që duhet ta them është edita, domethënë, posaçërisht domethënë beteja e ditë e Pollogut, në të cilën Perandoria Osmane kishte krijuar një strategji luftarake, në të cilën Jusuf Beu në vitin 1462 që përmendën 3 vija të kalimit për të vendosur Perandoria Osmane dhe për të shuajtur kryengrikjet, domethënë në këtë hapësirë dhe për të vendosur ushtrinë e saj. Skënderbeu në mënyrë strategjike, njëra përmendet Kalaja e Orashës, që është përmendur edhe vetë profesori, nga Grika e Dervenit në pjesën tjetër dhe njëra është nga Ura e Zhelinës, nga fshati i Zhelin, për të deportuar në pjesën e Malit të Thanë. Dhe në këtë pjesë, edhe pjesa e tretë, nga pjesa e Kaçanikut për të hyrë në fushë Pollok, por strategjia e Skënderbeut, organizimi i tij, ushtarak dhe marrëveshjet që ka qenë edhe në jashtë, në atë kohë në Itali për të kërkuar edhe ndihmë, edhe me Papa Pion, edhe me Alfonsin e pestë. Në këtë hapësirë të kohës, Skënderbeu ka ditur të përdorë strategjinë e tij luftarake, sepse Perandoria Osmane në atë kohë ka qenë fuqishme. Por strategjia e Skënderbeut, një komandant, një diplomat, një strateg, duke ditur të mbrojë vijat kufitare të cilët kanë qenë të vendosur në atë periudhë në hapësirën të cilën ka qenë hapësira e vetë udhëheqësisë së Skënderbeut që ka pasur 25 vjet. Dhe me këtë vit, në 1462,
pas një viti do të vijë, domethënë të vijë edhe marrëveshja e Shkupit që koincidon me edhe profesorin e Bitervish që ka shkruar edhe profesorin Niveliu, domethënë të 27 prillit domethënë të vitit 1463 që në Shkup që do të jetë njëri ndër aktet më të rëndësishme diplomatike të kohës që Skënderbeu arrin një marrëveshje ku marrëveshja do të jetë 10 vjet për të shënuar paqe. Edhe pse ishte koha e shkurtë që Skënderbeu domethënë në vitin pas 5 viteve do të ndronë jetë, por diplomacia e Skënderbeut hin në anallën të historisë e Skënderbeut ditën në shkruaj marrëveshje edhe me armikun më të madh të kohës për të siguruar paqen. Faleminderit për këtë pyetje. Vlerësuar nga kuntesat e paraqitura prej shoqatës së historianëve shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut konkludoi: gjendja politike në Arbëri deri në ardhjen e Skënderbeut në krye të luftës anti-osmane paraqet një tablo të përbërë prej zotimeve feudale në luftë të përhershme midis principatave arbërore. Gjergj Kastrioti ishte i pari udhëheqës politiko-ushtarak që arriti të krijojë beslidhjen e Lezhës, bashkimin e principatave për të kaluar në fazën përfundimtare mbretërinë arbërore. Gjergj Kastrioti, burrshtetas, hyri në arenën ndërkombëtare si generali që mposhti afër 25 vite perandorin botërore osmane dhe shtroi rrugën e vimësisë së shtetit kombëtar shqiptar. Identiteti ynë kombëtar, luftrat çlirimtare pas epokës skënderbegiane dhe lëvizjet çlirimtare në mbar kontinentin evropian mbajnë vullën e heroit Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Si përfundim, konstatojmë se historia e Skënderbeut nuk është thjesht një kapitull i lavdishëm i së kaluarës, por një burim i përhershëm frymëzimi për të tashmen dhe të ardhmen. Nga ajo duhet të mësojmë të jemi të bashkuar, të qëndrojmë të fortë përballë sfidave, të duam njëri tjetrin dhe vendin tonë në mënyrë që të ruajmë me krenari tokën dhe identitetin tonë kombëtar. Të nderuar të pranishëm, ju falenderit për pjesëmarrjen dhe ju kërkojmë ndjesë ndoshta zgjatëm pak minuta kofshim në aktivitetet e ardhshme.